Ditët e para të dhjetorit kanë sjellë gjallërinë e festave edhe në pazarin karakteristik të Gjirokastrës. Qytetarët vendas, por edhe turistë shumët, po mbushin rrugicat, ndërsa dritat shumëngjyrëshe krijojnë atmosferën e ngrohtë. Këtu në mes aromave tradicionale, por edhe zhurmës së gëzueshme, ndihet qartë atmosfera festive. Nga Greqia kemi ardhur dhe është ere parë pas 30 vjetë dhe na duket shumë bukur. Dhe duam që të vim prapë. Edhe vjetë në këtë datë ka marrë, edhe është ndezur dritat e pemës së vitit të ri. Koçidoj dhe këtë vit. Atmosfera, dritat të tëra këto ndikojnë shumë bukur edhe në shpirtin e njerëzve. Përveç gjallërisë së krijuar, kjo atmosferë festive po ndikon ndjeshëm edhe në ecurinë e bizneseve, sidomos në këtë periudhë ku fluksi vizitorëve rritet. Gjirokastra ka veshur vellën e argjend dhe zbukuruar si për festa dhe shohim se fluksi i gjithë Gjirokastritë është më së i madh për të parë atmosferën e pemës së vitit të ri këtu në sheshin e Çerkezit. Dhe themi se edhe bizneset kanë një ndikim të veçantë nga trurja e turistëve vendas dhe këta Gjirokastritët. Dikush merr një suvenir simbolike, dikush merr një ëmbëlsirë dhe kështu me radhë takojnë njëri tjetrin sepse ka disa ditë që lagështia dhe shiu bëri të saj dhe kështu ka një atmosferë të gëzuar. Ndërsa përgatitjet për festat vazhdojnë, pazari karakteristik mbetet një nga pikat më të vizituara, ku atmosfera, tradita dhe gjallëria e dhjetorit bashkohen për të sjellë një tjetër sezon të ngrohtë festash.